Nga 4 akraba ose familjar të largët, ke kujdes. Një është akrabaja ziliqar, ai cili të ka zili. Dhe flasim për një akraba i cili gëzimin tënd e ngulfit në bark, në trup, në fyt, dhe nuk e nxjerr. Gati është ja nxjerr shpirtin, por nuk e paraqet. Hidhrimin që të ka ndodhur diçka, mendsi pret ta e shfaqë dhe ta paraqes. Ke kujdes nga ta. 2. Akrabaja i cili gjithmonë krahasohet me ty. Sapon që i tregosh se djali yt ka qenë i suksesshëm në këtë pikë, tregon se sa është suksesi i djalit të atij. Sapon që i tregon se vajza jote ka diplomu dikundi mashallah krejt të mirat, mezi pret të i shpjegoj të mirat e vajzës së tij. Ke kujdes se gjithmonë krahasohet. Këta njerëz nuk ta duan të mirën. 3. Akrabaja i cili nuk ta ruan sekretin. I thua të lutem kam një hall një dert, tu ta qaj një dert me ty, por mos më nxjerr mejdan. Ende pa e krytur fjalën nga goja, gjithë mahalla është i mbushur. Ke kujdes nga ai. Dhe 4. Akrabaja i cili rahatohet tek kur përfundosh ti në pasukses. Tek kur përfundosh ti në humbje. Atëherë bëhet rahat. Ke kujdes ndaj ta. Edhe bila Allah na ka kujdesur dhe na ka mësuar. I thot Allahu në Kur'an Jakubit a.s. që të i thot djalit të tij Jusufit a.s. O biri im, mos u trego këtë ëndër vëllezërve të tu se do të kenë zili dhe do të bëjnë dëm. Unë ju dëshiroj sukses në këtë para Ramazan, dua të pranume dhe keni kujdes me kë e shfaqeni suksesin tuaj. Mbeqët mirë, wassalamu alaikum wa rahmatullah.